Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar këtë të shtunë një takim me fermerët në Cërrik. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se fermerët shqiptar janë sot më të diskriminuarit në rajon dhe Europë, pasi sipas tij japin 20% të prodhimit të brendshëm dhe marrin 0.19% të tij. Ndër të tjera u shpreh se fondi buxhetor për bujqësinë është një shifër qesharake. Dhe vi këtu për tu garantuar ju se për ne mbështetja e juaj, mbështetja e fermerëve shqiptar është një nga përparësitë më të mëdha. Ju sot për fatin më të keq, më të papranueshëm, jeni fermerët më të diskriminuar në rajon dhe në Europë. Fondi buxhetor për bujqësinë reali është 32 milion euro. Nuk ka shifër më qesharake. Absolutisht çdo fermer tjetër jashtë kufive të këtij vendi, pas brit në Greqi sa atje është krejt tjetër, po duke marrë Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi, kanë të paktën 6 herë më shumë subvencione. Më tej gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se investimet në zonat rurale mungojnë dhe se fermeri shqiptar është i braktisur nga qeveria. Çfarë investimesh janë bërë në Shqipërinë rurale? Pothuajse zero. Në zonat bujqësore, në zonë në fshatra, i nërpreu. Në një kohë kur ato ishin zonat me nevojë absolute më të madhe. Pra, fermeri shqiptar sot është fermer i braktisur, është fermer i dekurajuar, është fermer i dënuar nga prodhimet që vijnë pas hapjes kufive Ballkanin e hapur. Sot jam këtu për të zotuar se një nga aktet e para, anullimi përfundimtar i çdo akti të Ballkanit hapur. Teksa foli për kredit, Berisha u shpreh se kur Partia Demokratike të vijë në pushtet, do të marrë përsipër të shumë fishojë kreditin dhe shteti do të marrë përsipër një pjesë të interesave, në mënyrë që krediti jenë të buta dhe të leverditshme për fermerët.